Alban Zeneli në Kukës. Alban Zeneli ka qenë deputet i Partisë Demokratike. Ai Partinë Demokratike do me qef. Po nga ana tjetër s'do bufin edhe s'do tribunën VIP të Kënetës. Kështu që ka hapësirën të jetë këtu. Welcome. Kemi në Tiranë disa. Kemi dekanën e Fakultetit Ekonomik të Vlorës, në listën e mbyllur. Ka qenë në çadër zonja, pedagoge. Ka qenë këtu poshtë. Kërkonte rritje të pagave për pedagogët edhe sot është në listën e mbyllur. Dje ishte deri dje në 2017 në sa i bie kur ka qenë se u Olul, kur ka qenë valla. Kur? 2037, jo, 2017 më duhet se ka qenë. Në 2017 ishte këtu se mendonte që unë duhet ikja, tani mendon që unë duhet rri.